10 netët e fundit të Ramazanit. Ka qenë praktike pejgamberit alayhi salatu wassalam që me rastin e ardhjes së muajit të Ramazanit, t'ju merrte mysh dhe besimtarve për ardhjen e këtij muaji dhe përveç tjerash t'i përgëzonte me të mirat cilat i disponon ky muaj. Ndër to të mira, pejgamberi alayhi salatu wassalam me theks të veçantë përmendte diçka që ka të bëjë me pjesën e fundit të Ramazanit, në të cilën ne sapo kemi hyrë. Përmendte disa mirësi, të cilat ne si besimtar nuk guxojmë t'i anashkalojmë, janë të rëndësishme, janë jetike, kanë vlerë më të madhe se sa e tërë jeta jonë. Thoshte pejgamberi alayhi salatu wassalam, në këtë pjesë të fundit ekziston një shans, një mundësi, një natë e cila ka vlerë më të madhe se sa 1000 muaj. Ai që nuk përfiton prej saj, ai është i privuar. Pra, pejgamberi alayhi salatu wassalam dëshironte që të na parapërgatiste për këtë shans, për këtë mundësi të madhe, cilën ne nuk guxojmë asesi ta braktisim. Këto 10 ditë janë ditët në të cilat Allahu Gjelle Wala ka shpallur librin e tij Kur'anin. Pra, janë ditë të cilat kanë qenë të rezervuara për ngjarjen më madhështore në historinë e njerëzimit, për shpalljen e Kur'anit. Allahu Gjelle Wala ka thënë në Kur'an: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an." Ramazani është muaji në të cilin është shpall Kur'ani. Kur'ani është një libër të cilin Allahu Gjelle Wala ja shpalli të njerëzimit, e shpalli për udhëzimin e tyre. Është libri në të cilin është udhëzimi më i mirë, më i drejtë, më i qartë për njerëzimin. Kur'ani është libri të cilin nëse ne e lexojmë, përveç udhëzimit, përfitojmë edhe nga mirësitë e tij, përfitojmë nga sevapet e këndimit të tij. Andaj në këtë muaj dhe në këto ditë në të cilat pikërisht është shpallur Kur'ani, ne duhet të jetojmë me Kur'anin, duhet ta lexojmë Kur'anin, duhet ta meditojmë atë dhe duhet përfitojmë prej tij. Këto 10 net janë net në të cilat kanë ndodhur edhe ngjarje të rëndësishme në historinë islame. Një prej këtyre ngjarjeve është edhe çlirimi i Mekës. Sigurisht se ata që sadopak kanë lexuar për këtë ngjarje madhështore, e dinë fare mirë se çlirimi i Mekës është thjesht më shumë se sa një çlirim. Është një simbolik në të cilën ngërthehen vlerat e mirëfillta të besimit të pastër në Zotin një, vlerat e monoteizmit. Siç e dini, Qabeja, vendi cilit ne i drejtohemi kur të falim namaz, ishte plot e përplot idhuj. Me çlirimin e Mekës do të çlirohet edhe Qabeja. Idhujtaria do të merr fund dhe besimi i vërtet do të rikthehet në Mekë. Pra, është një simbolik e cila për neve besimtarve, i tharve të së vërtetës, ka rëndësi të veçantë, nga se me çlirimin e Mekës merr goditjen më të madhe idhujtaria, besimi i kotë, dhe për këtë Allahu i madhruar në Kur'anin famadh ka shpall: "Wa kul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil, inna al-batila kana zahuqa." Thuaj, erdhe e vërteta dhe u zhduke kota nga se kota zhduket, dhe kështu edhe ndodhi, erdhe e vërteta, erdhi Kur'ani, u çlirua Mekeja dhe Allahu Gjelle Wala bëri Kur'anin udhëzues dhe Mekën kible të besimtarve që t'i drejtohemi në namaz dhe të udhëzohemi sipas besimit të pastër që buron pikërisht prej këtij vendi të bekuar. Këto 10 net, të nderuar vëllezër dhe motra, janë net të përsosjes morale.
Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka mësuar që në këto 10 net, pikrisht në natën që shpresojmë të arrijmë në natën e Kadrit, ta lutim Allahun xhelle wala me një lutje të veçantë, e cila ka një reflektim edukativ të jashtëzakonshëm. Është pyetur pejgamberi alayhi salatu wassalam se si të lutemi në këtë natë, ka thënë, thuani: o Zot, ti je falës, e do faljen, andaj më fal mua. Nga kjo lutje, dietarët musliman kanë thënë se ajo që kërkohet prej nesh është që këtë moral të Zotit me ne ta aplikojmë ne edhe karshi njëri tjetrit. Pra, nëse Zoti na fal për gabimet që kemi bërë, për lëshimet që kemi bërë, për gjunahet që kemi bërë, atëherë ne si njerëz, a nuk duhet ta falim njëri tjetrin? Pikrisht mësimi që duhet ta marrim nga kjo natë e madhe është që ta falim njëri tjetrin. Gabimet, lëshimet, sjelljet e këqija që kemi pasur karshi njëri tjetrit, t'i harrojmë në këtë natë, nga se duke e falur ne njëri tjetrin, jemi më pranë Allahut dhe jemi më pranë faljes së Tij. Pra, le të shërbejnë këto 10 net për përsosje të moralit tonë. Këto 10 net janë netet në cilat raportet tona me njëri tjetrin marrin një formë të përsosur. Krahas asaj që duhet ta falim njëri tjetrin, duhet të lutemi për njëri tjetrin, duhet ta duam njëri tjetrin, në këto 10 net feja kërkon prej nesh që të fillojmë solidaritetin, raportet tona t'i ngritin në një nivel tjetër. Respektivisht, në këto 10 net fillon edhe dhënia e lëmoshës ose sadakas së fitit, e cila, siç na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam, shërben për 2 qëllime: për pastrimin ton nga gabimet eventuale dhe për ndihmën që u afrojmë atyre që kanë nevojë. Pra, ne e pastrojmë veten ton në një aspekt dhe në anën tjetër i përforcojmë lidhjet me të tjerët. Duke dhënë lëmoshën, ne i fitojmë zemrat e tyre, ne u ashtojmë gëzimin të varfërve dhe familjeve të tyre, dhe kësaj bëhemi një shoqëri e kompletuar, një shoqëri në të cilën e mira shpërndahet dhe e keqja ndahet, pra që edhe gëzimi të jetë i madh e edhe ngushëllimi të jetë në nivel, pra që besimtarët të jenë tamam ashtu siç na ka mësuar pejgamberi ynë, një trup i vetëm që ndjen e bashkëndjen dhimbjen me të tjerët. Dhjetë netet e fundit të Ramazanit nuk janë thjesht net në të cilat ne vetëm lutemi për njëri tjetrin, vetëm e falim njëri tjetrin për gabimet që mund t'i kemi bërë me ose pa qëllim. Janë net në të cilat raportet tona kalojnë në një nivel tjetër, ngriten në një nivel tjetër. Janë net në të cilat ne edhe solidarizohemi materialisht me njëri tjetrin. Pikrisht në këto 10 net fillon dhënia e sadakas së fitrit, asaj që pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka mësuar se shërben sa për pastrim tonin nga gabimet eventuale gjatë agjerimit, sa për lëmosh për ata që nuk kanë, në mënyrë që ditët festive që i presim së shpejti të jenë fest e një mend për gjithë ne, pra për të shoqërinë, dhe ne të funksionojmë ashtu siç feja na ka mësuar. Besimtarët janë si një trup dhe ne të funksionojmë si një trup i vetëm. Të nderuar vëllezër dhe motra, këto 10 net janë net me vlerë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i veçonte me adhurim, përpiqej dhe angazhohej në to më shumë se që angazhohej në netet tjera. Madje edhe itikafin ose mbylljen në xhami e bënte pikrisht në këto 10 net. Andaj edhe ne, duke marrë për model pejgamberin alayhi salatu wassalam, ta shtojmë adhurimin ton në këto 10 net. Të lexojmë më shumë Kur'an, ta falim namazin në xhami, namazin e teravive me imam,
të bëjmë lutje dhe dua e veç mas lutjen cilën na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti e falës e do faljen, andaj më fal mua. Ta zojmë familjen tonë, pra të bëjmë një lloj adhurimi familjar në këto 10 net, nga se kësaj edhe nuk privohemi ne dhe nuk lejojmë as që familja jonë të privohet nga mirësitë e këtyre netve veç e veç mas natës së Kadrit. Allahun e lutem që Allah të na bekoj për këtë natë të madhe të gjithë neve.